është pak e vështirë për të perceptuar, kështu që jo vetëm për të perceptuar, po edhe për të arritur nga ana tjetër, pavarësisht presionit të cilët bëhet nga ana tjetër. Qartë, por Rej, se i përket edhe konfliktit për tashmë në lidhjen e mesme Iran, Izrael, SBA, mendon se vetë presidenti amerikan Donald Trump u fut pranë në këtë konflikt pa pasur ndoshta një plan të qartë për daljen nga kjo luftë? Shikoni, përsa i përket konfliktit në Iran, do të kemi parasysh diçka e cila është shumë delikate. Ta lëmë parasysh, ta lëmë me një anë çështje njerëzore, merremi vetëm tek strategjia e luftës e cila ka ndodhur. Po parashikohet, po supozohet një disfat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në asnjë moment nuk ka qenë disfat e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi të bëjmë me një shtet i cili vazhdon ende bombardimet ndaj infrastrukturës së Iranit, ndaj objektivave ushtarake dhe objektivave ekonomike. Do të kemi parasysh faktin që Amerika në këtë moment ka thënë ne nuk po godasim infrastrukturën energjetike. Po të referohemi deklaratës së presidentit Trump të zhvilluar dje, ishte shumë i qartë. Mund t'u kthejmë në epokën e gurit. Dhe këtë gjë, fatkeqësisht Amerika e ka bërë. Ne si botë sot kemi shembull real të kësaj gjëje. Është Bagdati nga njëra anë dhe Kabuli nga ana tjetër. Vende të cilët Amerika ja ka treguar vendin. Unë e kuptoj dhe sjelljen që ka Republika Islamike e Iranit. Po të referohemi deklaratës së presidentit Trump të zhvilluar dje, kishte disa pika. Një nga pikat ishte Iran bully of Middle East, do me thënë bullizuesi lindjes mesme, diçka të cilën Trump e ka thënë dhe më përpara. Përpos kësaj u mor me çështjen që Irani është vend i cili financon proxy, military proxy, pra vende të cilat zhvillojnë luftime terroriste. Pra teknikisht në sytë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, regjimi Ajatollahut është një regjim kriminal terrorist i cili financon krime kundër njerëzimit. Unë mbështet presidentit Trump edhe tek ajo çfarë bëri Hamasi ndaj Izraelit, pra sulmi terrorist. Pra duke përshkruar financimin e luftës që bën Irani totalisht diçka jo ortodokse, e cila në thelbin e saj nuk ka goditjen e objektivave ushtarak, por goditjen e civilëve. Më po, përpos kësaj, u mor dhe tek çështja ekonomike. We have oil, tha. Kemi një marrëdhënie të mrekullueshme me Venezuelën dhe ne kemi naftë. Amerika nuk ka nevojë për naftë. Duke bërë thirrje vendeve europiane të cilët do të ndërhynin në Hormuz për të siguruar naftën e tyre sipas presidentit Trump. Përpos kësaj, ishte edhe shumë i qartë në deklaratën e bërë. Ne jemi të hapur për negociata. Do të keni parasysh që arma politike i cili do shteti është vendosja e negociatave në vend të parë, pa çka aftësisë që ka ky vend për të sulmuar. Duke pasur parasysh edhe regjimin e Ajatollahut, i cili është totalisht një regjim autoritar, presidenti Trump u mbështet edhe në faktin ne nuk mund të presim shumë nga një regjim i cili ka vrarë rreth 45.000 njerëz të vetët, duke u referuar këtu sulmeve të mëparshme të zhvilluara dhe protestave të zhvilluara në Teheran dhe në gjithë pjesën tjetër të Iranit. Pra, në konkluzion të gjithë kësaj situate, presidenti Trump ishte shumë i qartë. Ne jemi të gatshëm ta kthejmë Iranin në epokën e gurit. Në mesjet. Ata mund ta bëjnë këtë gjë. Faktet kanë treguar që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë teknologjinë. A duhet bërë kjo, duhet pasur parasysh edhe ana tjetër e kostos humanitare që mund ta sjellë. Por të thuash sot që Shtetet Bashkuara kanë dështuar në Iran, nuk jemi ende në gjendje ta themi. Jemi akoma në fazën e absurditetit. Por pse nuk kemi një dakordsi mes aleatëve për përfundimin e kësaj lufte? Përse përket çështjes së aleatëve është diçka e cila fare mirë mund të perceptohet në zhvillimin e kursit politik që ka ndjekur Europa gjatë gjithë këtyre dekadave.
kemi të paktën 15 vite që Europa qëllon e kufizuar nga krizat e një pas njëshme. Pra kriza financiare, ishte kriza e migrantëve, e cila vazhdon akoma thellohet edhe sot e kësaj dite. Po të shikojmë me detaje, elementi kryesor i vendeve europiane është lufta ndaj emigracionit të paligjshëm. Është një situatë që ne kemi parë në Francë, e kemi parë në Britaninë e Madhe, e kemi parë në Gjermani, e kemi parë në Itali. Është një situatë e cila i ka dhënë më tepër frym partive të djathta për të ardhur në pushtet. Ky është halli i Europës. Halli i Europës është se si të ngrihet ekonomikisht edhe politikisht për të rikthyer ato norma të cilat kanë qenë përpara shumë vitesh, të paktën flasim përpara gati 2 dekadave. Ky është halli kryesor i Europës. Përpos tyre shtoi dhe një luftë tjetër e cila po zhvillohet në kufi në Ukrainë. Prandaj në këtë moment çështja e Iranit për vendet europiane, të Europës perëndimore flasim, sepse ato janë vende të cilat kanë kapacitete ushtarake për të ndërhyrë. Shikohet si diçka periferike. Prandaj në këto kushte që jemi tani, këto janë pikpamjet kryesore të Europës, kurse Amerika nga ana tjetër e ka tejkaluar këtë gjë. Ka marrë një kurs politik totalisht tjetër dhe një lloj zhvillimi ekonomik totalisht tjetër, kështu që kjo është arsyeja pse Europa ndjet e ndarë dhe nuk është e gatshme për të futur në luftë. Pavarësisht se shikohen tendencat që gjithmonë do të ketë një farë qasje të vendeve europiane për të rivendosur dhe një herë në skakierën e arenës botërore. Siç kemi rastin e Gjermanisë dhe rastin e Anglisë nga ana tjetër. Por sa të rrezikshëm është sherrri dhe hendekun tashmë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për mënyrën se si duhet të vazhdojë ky konflikt? Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli si aleat që janë të koordinuar në atë çfarë po bëjnë. Nëse do shikojmë qasjen, ata kanë pikërisht qasje policore në mënyrën e organizimit. Në anglisht është bad cop, good cop, polici mirë, polici keq. Po të shikoni, Amerika po thot ne jemi të gatshëm të hapur për negociata, por nga ana tjetër Izraeli vazhdon bombardimet. Edhe Shtetet e Bashkuara nga ana tjetër nuk është se ka një qasje ndryshe. Po ti referohemi deklaratës së sekretarit të luftës, Pete Hegseth, ishte shumë i qartë. Jeni futur në përvrima nën tokë, do ju gjejmë edhe atë, nuk shpëtoni. Pra në asnjë lloj dimensioni, në asnjë lloj qasje nuk shikohet një tërheqje, as së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, as e Izraelit. SBA vazhdoi me bombardimet, kanë sjell avionët B-52, që janë avionët e mëdhenj ushtarak. Po të referohemi përsëri edhe deklaratës sekretarit luftës, Pete Hegseth, ishte shumë e qartë. Edhe vetë Donald Trump e tha, kemi 15 mënyra se si të pushtojmë Iranin, se si të zbarkojmë trupa ushtarake. Do me thënë, nëse do flasim për luftë, Izraeli dhe SBA-ja janë gati, kanë qenë gjithmonë gati. Por ama, çfarë vlen të përmendet në modernitet, është aftësia që ne të negociojmë me njëri tjetrin dhe të arrijmë në paqe, pa çuar në shkatrim. Se po ti referohemi me shkatrimit, e kanë shumë të qartë. Të dyja këto vende, Izraeli nga ana tjetër me shërbimin e inteligjencës, me shërbimin sekret, me Mossadin, dhe Amerika me teknologjinë dhe armatimin, nuk e kanë për borxh Iranin. E shkatrojnë direkt. Po moderniteti kërkon negociatën dhe paqen dhe vendosjen e arsyes në fillim përpara se të eskalojmë në konflikt armatosur që mund ta shkatërrojë të gjithëve. Është mirë, për ta mbyllur ndërka